Doktor Qopa, një jetë të tërë me sportin, por një jetë të tërë edhe me pashin noje. Keni pasur bashkëpunime të hershme me të? Është drejt këtë që thuti. Ke jeta sportit është një mrekulli, edhe falë Zotit që unë kam kënë shumë vite më anë dhe i kam njoftë brezat, po këtu bëhet fjalla për brezën e parë, ose takimin e parë me sportistët më të mirë që qiti Shkodra. Është një fotografi me 4 vetë, 4 korifej të futbollit Shkodrës. Shkodra ka qitë shumë para dhe mrapa tyne, por të kanë lënë një figurë në të gjitha drejtimet shumë pozitive. Qoftë si futbollist, qoftë si njerëz, qoftë si familjarë të tjera. Paulini ishte prej atyre shokëve që jo vetëm si sportist që i takoi pak me lujt, por prania e tij në Shkodër mas dënimit ka qenë që ka bën një reagim të jashtëzakonshëm. Gjithkohë e kanë prit mirë, që me kanë i panullën kur gjë, pra nuk ka pajtu me dënimin e tij. Ai të vazhdojtë karrierën ashtu siç e filloi, do të ishte me emrin edhe shumë më të lartë. Jo që ka ullë vlerën, sepse ky bën edhe punë tjetër, filloi punën si trajner, punoi me një brez portierash, me sakrificë, me mund, ty lanë atë dashamirësinë me të gjithë. Njëra vjen keq sepse ne jena i brez afër, që në më thonë plus minus këna kanë gjithë njëni me tjetërin, po ne jena ndorë Zotit. Doktor, në jetën e përditshme, si ishte Paulinoja, sepse keni pasur rastin të qëndroni gjatë? Na me zishë prit që mu të ku, sepse ishte tonë humor, tonë, në më thonë, dashamirësi, nuk e njifte të keqe, nuk ishte për këta. Kështu që këj ka lanë shumë gjurmë të bukra, e të mira, edhe inshallah i ka me jetët të fëmijë, sepse jeta ka kushtet i vetë, ciklet i vetë, që me thonë, ne nuk jena të përjetshëm, por nuk do në me dhe gju. Për shumë, unë jam i maj rritën se sa ata, më duken si fëmijë, si shokë, si u rritë me bashkë. Inshallah më lidhna për të mira, e s'kena rastet tjera që ka botë që nuk nallet. Doktor, faleminderit. Të faleminderit edhe ju, inshallah me suksese, me gjanat mira, dhe gjonën në intervista tjera.